Vazhdojmë me pikën e dytë të rendit të ditës, zgjedhja e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Atëherë, siç jemi njoftuar, kemi dy kandidatë të cilët kanë aplikuar për kryesues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, është gjyqtari Besnik Bislimaj dhe gjyqtari Rustem Thaçi. Në bazë të udhëzimit administrativ, fillimisht themelojmë komisionin, i cili duhet të përbët nga një antar i Këshillit dhe dy drejtor të departamenteve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Atëherë, unë propozoj që për antar të Këshillit, a ka propozime dikush? Atëherë profesori Ahmet Imami, si dhe drejtori i departamentit për çështje ligjore Astrid Koti dhe drejtori Bislim Gashi, drejtor i departamentit për menaxhimin e burimeve njerëzore. Atëherë vetëm sa i përket komisionit të qes në votim, kush është për? Kundër abstinim nuk ka. Atëherë ftojmë komisionin apo fillimisht komisionit që të përgatis të shqyrtoj aplikacionet nëse janë në rregull apo jo. Të na njofton. Nëpërmjet gjykatave realizohet mbrojtja të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve. Ruhet rendi juridik dhe sigurohet që ligji të zbatohet njësoj për të gjithë. Në një shtet demokratik, forca e institucioneve nuk matet vetëm me ligjet që ekzistojnë, por me besimin që qytetarët kanë në drejtsinë e tyre. Prandaj, detyra jonë, si bartës të funksioneve të sistemit gjyqësor, është të ndërtojmë një sistem që jo vetëm funksionon, por edhe gëzon besimin e publikut. Në realitetin tonë, sfida më e madhe nuk është vetëm ndërtimi i institucioneve, por forcimi i besimit të qytetarëve në to. Dhe ky besim nuk ndërtohet me deklarata, ai ndërtohet me vendime të drejta, me integritet dhe përgjegjësi. Sot qytetarët presin më shumë nga ne. Ata presin drejtësi të shpejtë, drejtësi të paanshme, drejtësi që nuk ndikohet nga askush. Vizioni im për Këshillin Gjyqësor do të mbështetet në vlerësimin për progresin e arritur, ndër vite, por edhe për orientimin strategjik të administrimit të gjyqësorit në periudhën e ardhshme. Jam i bindur thellësisht se sistemi i drejtësisë në përgjithësi dhe gjyqësori në veçanti ka ende nevojë për vazhdimin e reformës, për avancimin e sistemit të performancës dhe për rritjen e nivelit të vëllëzimit. Vizionin tim me proces duke mbështetur në 5 shtylla kryesore. E para ka të bëjë me pavarësinë e gjyqësorit dhe reformën e sistemit të drejtësisë. Pra sot sfida jonë nuk është vetëm të ruajmë standardet dhe mekanizmat e ndërtuara, por të avancojmë ato në funksion. Të një gjyqësori të pavarur, më efikas, më transparent, më besueshëm për qytetarët. Paraprakisht ju uroj mirëseardhje gjyqtarit Bashkim dhe gjyqtarës Ivana për zgjedhjen në pozitën e antarëve të Këshillit Gjyqësor. Ne si komisioni kemi vlerësuar aplikacionet e dy kandidatëve dhe kemi konstatuar se gjyqtari Rustem Thaçi ka aplikuar me datën 13 mars dhe i njëjti duke siguruar 3 nënshkrime për aplikim, do thotë i plotson kriteret formale që të jetë kandidat për kryesues. Po ashtu edhe gjyqtari nga gjykata e apelit Besnik Bislimaj, i njëjti ka aplikuar me 18 mars 2026 dhe po ashtu i ka siguruar 3 nënshkrime konform rregullorës për të qenë kandidat për kryesues. Do thotë me qenë se që të dy kandidat i plotësojnë kriteret formale, atëherë i ftoj antarët e Këshillit për votim. Faleminderit. Po, faleminderit profesor. Atëherë fillimisht të ndëgjojmë nëse kandidatët kanë përgatitur të paraqesin ndonjë prezantim para antarëve të Këshillit. Atëherë gjyqtari Besnik Bislimaj, nëse keni përgatitur diçka.